Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në podcastin e radhas. Unë jam Alfrida Kajolli dhe sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, siç është ushqimet që vrasin kancerin. Çdo ditë jemi të ekspozuar ndaj agentëve të shumtë kancerogjen, qoftë nga ajri që thithim, ushqimet që ham, apo dhe produktet që përdorim. Substancat që shkaktojnë kancer grumbullohen në trup derisa një ditë ky bëhet dhe realiteti ynë. Megjithatë, përfshirja e ushqimeve kundër kancerit në dietën tonë mund të parandalojë këtë sëmundje. Ushqimet që ham ndikojnë shumë në luftën tonë kundër kancerit dhe shkenca e ka vërtetuar këtë. Por, gjithashtu hulumtimet kanë treguar se dieta e dobët dhe mungesa e aktivitetit fizik janë dy faktorë kryesor që mund të rrisin rrezikun e kancerit tek një individ. Natyrisht, kjo është një temë shumë e gjerë, por ne sot kemi zgjedhur 7 ushqimet për të cilat ka me 10 studime serioze se janë armike të qelizave kancerogjene. Për më tepër i diskutoj me specialistin tonë të nutricionit, Alken Çukon. Përshëndetje Alken, mirë se erdhe. Përshëndetje Alfrida, është shumë kënaqësi dhe sidomos të flasim për një temë kaq me rëndësi në mbar publikun i cili na sheh, na dëgjon me vëmendje në fakt, sepse ndryshe nga të gjitha temat që kemi trajtuar, patjetër ne diskutojmë çdo temë në lidhje me shëndetin, por kjo e sotshme ka një rëndësi pak më të theksuar, le të themi, sepse prek shumë individ dhe është një lloj sëmundje e cila kërkon më tepër impenjim dhe më tepër përkushtim nga çdo problematikë tjetër shëndetësore. Faleminderit. Atëherë, si fillim dua një shpjegim të përgjithshëm se si ka mundësi që disa ushqime janë nxitëse të qelizave kancerogjene dhe disa të tjera janë armike dhe vrasëse të këtyre qelizave. Atëherë, e përmend edhe pak më përpara në fakt, në hyrje, për sa i përket shfaqjes së këtyre sëmundjeve, stili jon jetesës, përditshmëria jon, për mirë apo për keq, zhvillimet e reja të industrisë janë shkaktarët kryesorë të themi të nxitjes së këtyre sëmundjeve. Patjetër trupi jon, pra ne si qenie e cila jemi të ndërtuar nga hormone të ndryshme, jemi të ndërtuar nga skelet kockor, skelet muskulor, kemi një metabolizëm aktiv dhe duke qenë se ky metabolizmi punon çdo ditë, një lloj dhe si çdo mjet tjetër i cili punon, siç dhe makinat janë, nxjerrin disa produkte nga pas, pra nga ky proces i punimit, nxjerrin gazin. Ndërsa metabolizmi jon në momentin kur punon, patjetër ka procesin e frymshkëmbimit që nxjerrim dioksid karboni, por gjatë këtyre proceseve formojmë dhe radikale të lira, të cilat janë disa elemente, le të themi, aktive, disa molekula aktive, të cilat vendosen në pozicione të ndryshme në trupin ton, dhe nëse nuk kujdesemi mjaftueshëm, ato patjetër mund të dëmtojnë dhe zinxhiret vargore të ADN-s, pra ato zgjatimet fundore, duke krijuar më pas modifikime të ndryshme dhe shfaqjen e tumoreve fillimisht dhe më pas agravimin e tyre nëse nuk kujdesemi dhe deri në shfaqje të kancerit, i cili do dojë më pas përkujdesje mjekësore shumë intensive, por sidoqoftë dhe një përkujdesje nëpërmjet ushqimeve të ndryshme. Patjetër që ne kemi ushqime të cilat mund i përdorim për të kujdesur për shëndetin tonë, është këshilla numër 1 për sa i përket shëndetit, as edhe një gjë tjetër nuk është më fuqishme se sa parandalimi, sepse shpesh herë le të themi edhe mënyra se si ne kujdesemi për shëndetin është në momentin kur tashmë ndodhemi para asaj problematike, shkojmë tek mjeku dhe thjesht marrim një kur për atë sëmundje. Por më fuqishme është parandalimi, duke kujdesur që në fazat e para të jetës në fakt, pra që në vitet e para të jetës së një fëmije deri në rritjen dhe zhvillimin e tij, madje edhe në moshën e tretë, gjithmonë duhet të kujdesemi dhe duhet të konsumojmë ushqime shumë të shëndetshme, sepse janë pikërisht këto ushqime, të cilat në momentin e kombinimit si duhet, shpeshtësisë e kombinimit dhe sasive që konsumojnë, kanë disa komponime të cilat janë, le të themi, shumë ushqyese për trupin, janë aleati numër 1 për të përforcuar metabolizmin ton, për të përforcuar imunitetin ton dhe për t'ia lënë punën imunitetit ton dhe trupit ton për të bërë atë çfarë ai është dizenjuar, pra për të jetuar në mënyrë të shëndetshme. Faleminderit. Sa është fuqia e ushqimeve mrekulluese në luftën kundër kancerit dhe sa parandaluese janë dhe si arrim të shpëtojmë? Atëherë janë parandaluese, është gjithmonë shpreha bëje ushqimin ilaçin tënd, sepse të gjitha produktet kanë një rol, le të themi,
të veçantë në rrugët metabolike të trupit tonë. Disa kanë benefite më të larta për zorën e trashë, disa kanë benefite më të mira për shëndetin e zemrës. Adaptogjenet e ndryshëm, siç është familja e kërpudhave, janë shumë të mira për sistemin nervor. Kemi ushqime të cilat janë shumë të mira për shëndetin e syve, për shëndetin e lëkurës. Pra, çdo grup kategori ushqimesh ofron një benefit i cili rëndësinë e ka të targetuar në një organ të caktuar, por njëkohësisht duke suportuar dhe duke ndihmuar dhe organet e tjera për të funksionuar në mënyrën e tyre më optimale, le të themi. Dhe patjetër komponimet aktive që këto ushqime kanë janë shtylla ose le të themi miku më i mirë që suporton të gjitha rrozat e bardhë, të gjithë imunitetin ton për të na lehtësuar, le të themi, jetesën në thonjza dhe për të parandaluar sëmundje të tilla siç edhe kanceri është. Shumë interesante për çfarë folëm deri tani dhe për përgjigjet që na dhe, por ke zgjedhur 7 ushqimet më të spikatura në luftën kundër kancerit. Fillojmë që t'i zbulojmë një nga një, fillojmë me perimet kucifere. Perimet kucifere në fakt janë me vërtet me vlera shumë të larta ushqyese dhe mbajnë vendin e parë. Jo më kot, sepse përmbajnë komponime shumë aktive. Në fakt kompania Neranzi ato i sjell në versionin e ngrirë nga Orogeli, janë të pasura me dy elementet më të spikatur, le të themi, që japin dhe karakteristikat këtyre produkteve për të parandaluar këto sëmundjet, dhe bëhet fjalë pikërisht për sulfurofanin dhe glukozinolatet. Janë dy komponime këto, të cilat në momentin e metastazave ose në etapat e para të formimit të tumoreve, ato ndërhyjnë në rrugët metabolike, le të themi, të qarkullimit të gjakut, sepse tumoret marrin gjak nga proceset tona metabolike, nga qarkullimi i gjakut, në mënyrë që të zhvillohen, dhe këto dy komponime, le të themi, sulmojnë në mënyrë të drejt për drejt, por dhe indirekte, rrugët e marrjes vlerave ushqyese për zhvillimin dhe rritjen e mëtejshme të tyre. Përveç kësaj, janë shumë të pasura dhe me fibra. Ne përmendim gjithmonë shëndetin e zorës së trashë, sepse aty është gjithë imuniteti jonë. Pra pjesa më e madhe e imunitetit ton është në traktin gastrointestinal, në pjesën e zorës së trashë ku ndodhin dhe fermentimet dhe putrifikimet e ushqimeve që ne konsumojmë. Dhe duke qenë se është një ambient, le të themi, kontaminuar në thonjza, aty ekziston dhe mundësia më e lartë për rrjedhjen, le të themi, ose për transmetimin ose depërtimin e disa elementeve toksike nga shtresa e zorës së hollë dhe zorës së trashë në qarkullimin tonë të gjakut. Dhe kjo ndodh në momentin kur shëndeti i këtij sistemi nuk është në vlerat, nuk është aty ku duhet, dhe kemi depërtimin e elementeve toksik. Por konsumimi i ushqimeve të tilla, të cilat përmbajnë sasi të larta të fibrave dhe në fakt kuciferet, siç është dhe lakra romaneske në fakt e kategorisë kucifere, sepse unë kam sjellë edhe spinaqe dhe asparag, por të gjitha së bashku janë të pasura me ato elemente të cilat ne i quajmë fibra. Fibra gjysmë të tretshme dhe fibra të patretshme. Raporti këtyre është shumë i mirë, madje nuk kemi as pse të mendojmë që 1/3 e dietës tonë duhet ta konsumojmë me të patretshme dhe 2/3 duhet të konsumojmë me fibra gjysmë të tretshme, sepse ato xha e kanë këtë raport. Dhe duke konsumuar këto sasi kaq të lartë të këtyre elementeve, le të themi, atëherë ne kujdesemi drejt për drejt për shëndetin e zorës sonë. Duket paksa klishe, sepse gjithmonë ose le të themi e përsëritur, sepse gjithmonë flasim për këtë temë, gjithmonë çdo informacion, çdo tematik, çdo problem shëndetësor
zgjedhim ushqime të cilat do të përmirësojnë shëndetin e zorrës së trash, jo më kot, sepse prej aty fillon gjithçka. Dhe konsumimi i lartë i sasive të fibrave ushqen ato bakteret e mira të zorrës së trash. Gjithë mikrobiota e zorrës së trash peshon rreth 1.3 kg, pra praktikisht ne kemi 1.3 kg baktere në traktin ton gastrointestinal. Dhe patjetër që duhet të kujdesemi për këtë ekosistem duke konsumuar produkte si dhe orogeli. Orogeli në fakt, sidomos kuciferet, janë shumë të pasura me këto element dhe kompania Neranzi i sjell në paketimet e ngrira, gjithashtu shumë le të themi shumë efikase, shumë praktike për konsumim, duke qenë se mund të marrim sa dëshirojmë për të gjithë që janë duke e parë tashmë, nuk shpërdorojmë dhe gjithashtu vlerat ushqyese janë edhe më të larta, ndryshe nga miti që ato të frestat janë më të shëndetshme, por në fakt blanshërimi që kompania Orogel i realizon këtyre produkteve dhe stabilizimi në temperatura shumë të ulta, i arrit në fakt biodisponueshmërinë këtyre vlerave ushqyese duke na lejuar për të përthithur më tepër. Dhe siç janë dhe perimet kucifere, kemi dhe spinaqin nga orogeli bashkë me asparagun, të cilat dhe këto të dyja së bashku janë të pasura me sulforafan dhe glukozinolate, që janë elementet kryesor për pengesën e ushqimit të qelizave tumorale. Prandaj të gjithë duhet i përfshim këto ushqime në dietën tonë. Atëherë, ushqimi i dytë është një erëz dhe të gjithë tashmë i dim vlerat e larta ushqyese të shafranit dhe të turmerikut. Të lutem, mund të më flasësh pak për to? E drejt në fakt, për sa i përket shafranit dhe turmerikut, janë dy erëza që edhe intensitetin e ngjyrës në fakt e kanë shumë të lartë dhe përgjithsisht të gjitha ushqimet të cilat kanë intensitet ngjyre goxha të theksuar, do të thotë që kanë dhe komponime bioaktive shumë të rëndësishme për sa i përket vlerave antiinflamatore, antioksiduese dhe depërtimet e tyre deri në ruajtjen, le të themi, ose mbajtjes në kontroll të qelizave kancerogjene, siç janë tumoret në fazat e para të formimit dhe zhvillimit të tyre. Shafrani dhe turmeriku, të dyja kanë një komponim që i bashkon në fakt si familje, e cila është kurkumina. Kurkumina është ai elementi aktiv që të dyja këto produkte e përmbajnë dhe që në disa raste shkencore, madje që janë publikuar gjithashtu dhe në faqe më të madhe të publikimeve shkencore PubMed, të quajtura ndryshe raste shkencore in vitro, kanë treguar se kurkumina ka pasur atë aftësinë për të ndaluar zhvillimin qelizor të këtyre tumoreve. Një lloj siç është trupi jon, pra për ta kuptuar edhe më mirë se çfarë është ky studimi in vitro, një lloj si njerëzit, të cilët kanë një sistem, kanë disa organe dhe kanë disa organele në ndërtimin e tyre fizionomik dhe fiziologjik, në brendësinë tonë të këtyre organeve kemi edhe disa organele të cilat janë mitokondri. Dhe ne pa mitokondri nuk do mund të jetonim dot. Madje një fakt interesant është që mitokondria vjen e trashëguar vetëm nga nëna, pra babai nuk merr fare rol në këtë pjesë. Dhe mitokondria, ky organeli, luan një rol energjizues. Pra praktikisht prodhon energjinë, prodhon ATP, adenozin trifosfat. Dhe pa prezencën e kësaj ATP-je, ne praktikisht nuk do mund të flisnim, nuk do mund të mendonim, nuk do mund tashmë edhe të bënim këto lëvizjet e duarve që jemi duke bërë në këtë moment. Dhe një lloj siç ne në këtë sistem kemi mitokondri dhe qelizat tumorale kanë këto organelet e tyre të cilat prodhojnë energji. Dhe në këto rastet e studimore shkencore in vitro, kurkumina në momentin e injektimit në qelizat kancerogjene tumorale ka treguar se e frenon
prodhimin e ATP-s. Pra, këto qeliza më pas bëhen të paafta për të fuqizuar, për të riprodhuar më tej dhe për të frenuar në atë stad ku ato janë. Prandaj janë të dyja me një vlerë shumë, le të themi shumë të lartë ushqyese, duke mbajtur, le të themi, dhe afër vendit të parë si ushqime të cilat parandalojnë sëmundjet kancerogjene. Konsumimi i tyre është shumë i thjeshtë, mund t'i përdorim në gatime nga më të ndryshmet, por rekomandimi im do ishte që sa më pak trajtim termik, duke qenë se dëshirojmë të mbajmë të profilin e vlerave ushqyese. Kompania Neranzi sjell turmerikun në paketim të tillë, që është i përshtatshëm dhe për kuzhina profesionale, por edhe për cilin do që gatuan në shtëpi, që mund të përdoret qoftë në tava të ndryshme, qoftë në gatimet e detit apo në gatimet e tokës, dhe jep dhe një ngjyrë shumë interesante. Madje edhe në çaj mund të përdoret një lugë kafe, le të themi, ose një lugë çaj, është më se mjaftueshme si një dozë ditore për të marrë vlerat ushqyese. Kemi edhe shafranin në fakt nga kompania Neranzi, ky është në paketimin prej 1 gram, dhe ka disa bustina individuale brenda paketimit të madh prej 0.25 gram. Çfarë bën si një e lehtëson çështjen e dozimit, se jo të gjithë kemi peshore në shtëpi që peshojnë me 0.00 presje dietore nga pas. Dhe janë shumë efikase dhe shumë të lehta për të përdorur. Madje, unë do rekomandoja që shafranin nga kompania Neranzi ta përdorim direkt vetëm të tretur në ujë ambienti. Pra, as në ujë të vakët, por në ujë ambienti dhe ta lëm aty për disa minuta deri në disa orë për të ekstraktuar në mënyrë sa më natyrale këtë kurkuminën, këtë komponimin aktiv. Dhe një këshill në fakt është që këto produkte, pavarësisht se kanë këto elemente aktive, por jemi gjithmonë në diskutimin që po i marrim, por sa po përthithjem. Dhe ky është problemi, flasim edhe pak për anemin, dhe ky është problemi i anemikëve që marrin sasi të larta të hekurit, por sa po e përthithet të hekurin. Dhe patjetër që kemi nevojë për ushqime të cilat na ndihmojnë në përthithjen sa më të lartë të kurkuminës. Dhe një element ose një produkt ushqimor që e përmirëson përthithjen e kurkuminës është pikërisht piperi, që nëpërmjet peperinës, një komponimi që piperi në mënyrë natyrale e ka, ndihmon që kurkuminat të depërtojë më lehtë në ato hapësirat ndërmjet vileve të zorrës sonë të trash, duke kaluar në qarkullim gjaku dhe në organe të ndryshme për të, le të themi, sulmuar në thonjza ato qelizat kancerogjene tumorale. Vijojmë me ushqimin e tretë, që në fakt janë një grupim ushqimesh. Bëhet fjalë për frutat e pyllit, të cilat kompania Neranzi mundson gjatë gjithë vitit në versione të ngrira. Më fol pak për to. E përmendë shumë bukur, i ofron në versione të ngrira dhe përmendë edhe pak për sa i përket perimeve të orogjelit, që e ngrirë nuk do të thotë e pashëndetshme, por në disa raste do të thotë edhe shumë më shëndetshme se sa ato të frestat. Kompania Neranzi bën gjithmonë një punë të shkëlqyer për përzgjedhjen e produkteve sa më cilësore, dhe kur flasim për frutat e pyllit të ngrira, ato janë një prej tyre dhe realisht një prej ushqimeve me vlerat nga më të larta ushqimore, duke qenë se vinë nga zonat të cilat rriten në kushte të vështira, dhe zakonisht kur të gjitha këto ushqimet shfaqen ose rriten në kushte më të ashpra, pra do të thotë temperaturë më jo e favorshme, presion atmosferik jo më i favorshëm, kemi të bëjmë me nutrient në tokë, jo dhe një tokë me shumë nutrient, për të lullëzuar një bim, le të themi, e cila do prodhoj shumë frut. Por në këto kushte ndodh diçka që bima detyrohet, le të themi, të formojë më tepër substanca mbrojtëse. Dhe janë pikërisht të substancat mbrojtëse që detyrojnë bimën t'i formojë, të cilat më pas ose të cilat luajnë një rol kyç ose kryesor në parandalimin e këtyre sëmundjeve kancerogjene. Frutat e pyllit dhe sidomos frutat e pyllit të egra janë të njohura për sasitë e larta të antocianinave. Antocianinat, ose ndryshe një ngjyrues, është pak kontradiktore sepse përmendim fjalën ngjyrues,
por ngjyrues nuk do të thotë gjithmonë një gjë e padëmshme ose e pashëndetshme. Ngjyrues është antocianina, ky komponimi kaq i rëndësishëm tek frutat e pyllit, i cili favorizon ose stimulon vdekjen e qelizave kancerogjene. Pra, ose quhet ndryshe në terma shkencor apoptoz. Praktikisht, përsëri futen në rrugët metabolike të sistemit ton digestiv dhe nëpërmjet qarkullimit të gjakut transferohen, udhëtojnë le të themi drejt organeve të ndryshme dhe në organet e ndryshme më pas tek qelizat tumorale. Janë nga më të ndryshmet, kompania Neranzi sjell në versione të shumta, kemi paketime të vogla 200 gramshe, 500 gramshe, 1 kg etj në varësi të dëshirës dhe janë shumë të lehta për të kombinuar qoftë në mëngjes për të nisur ditën në mënyrë sa më energjike, sepse ofrojnë dhe vitamina të shumta, ku kryesorët janë vitaminat e tretshme në ujë, si vitamina C apo vitaminat e grupit B, duke na ndihmuar dhe për të nisur ditën sa më të kthjellët, të stabilizojmë ato nivelet e sheqerit në gjak, të marrim vlerat e duhura ushqyese dhe çfarë është më e bukur në fakt për këto, kanë jo shumë kalori. Prandaj i bën dhe adapte për regjime të ndryshme ushqimore, duke i përfshirë pa pasur as edhe një lloj problematike. Dhe përveç frutave të ngrira, kompania Neranzi sjell edhe pure të ndryshme për këtyre frutave, të cilat janë 100% pure prej frutit, ku ndoshta në kushte shtëpiake do e kishin pak më të vështirë për ta bërë një pure të tillë. Prandaj kemi alternativa si Ravi Fruit, që ofron pure nga më të ndryshme të këtyre frutave, për të bërë qoftë kremra, për të bërë qoftë atë smoothie, atë bollin e mëngjesit, apo për të bërë kek të ndryshëm me një porcion të shëndetshëm. Të shëndetshëm dhe njëkohësisht parandalojmë formimin e qelizave tumorale duke i frenuar burimin kryesor të ushqimit që ato e përdorin për të rritur. Dhe kjo ndodh fal antocianinave që të gjitha frutat e pyllit të egra janë shumë të pasura me atë. Dhe sigurisht ndikojnë le të themi në një jetë sa më të shëndetshme, pa probleme dhe duke na siguruar atë shëndetin që në fazat e para dhe të hershme të jetës tonë. Dhe shumë e rëndësishme që jo vetëm të rriturit, por tek fëmijët më tepër të konsumohen dhe nuk ka nevojë për shumë sasi, sepse shpeshherë përmendim hasa më shumë, por më tepër nuk do të thotë më mirë. Prandaj është më e rëndësishme cilësia që kompania Neranzi gjithmonë e ofron dhe tek shpeshtësia. Prandaj një dozë e mjaftueshme për fëmijët e vegjël, pra në fazat e para të jetës, 2-3 vjeç, më tepër se sa 2 lugë gjelle nuk është e nevojshme. Prandaj zgjedhim cilësi, zgjedhim kompaninë Neranzi dhe ushqemi dhe jetojmë një jetë shumë cilësore dhe të shëndetshme larg këtyre problematikave dhe sëmundjeve të cilat janë një fatkeqësi, le të themi, por që ekzistojnë dhe rrugë alternative dhe ushqime organike të cilat na ndihmojnë goxha. Tani kalojmë tek një ushqim që nuk mungon asnjëherë në tavolinat tona. Është quajtur një antibiotik natyral për vlerat që ka. Studiuesit e kanë renditur hudhrën si një ushqim antikancer dhe ne e disponojmë si pluhur. Më thuaj për të, lutem. Është e vërtet për sa i përket hudhrës, ajo ka le të themi vlera shumë të larta ushqyese dhe konsiderohet si antibiotiko natyral, sepse që në kohët e hershme në fakt, nëse e marrim diskutimin në një formë të tillë, shpesh më përpara nuk diheshin efektet e ushqimeve ose le të themi nuk ishin zbuluar emra specifik për komponimet që këto ushqime përmbanin, por përdoreshin nga nënat gjyshet tona si le të themi si kura medicinale për problematika nga më të ndryshme shëndetësore dhe shkenca tashmë e cila ka evoluar përsëri vërteton po të njëjtat gjëra që po ato ushqime që janë përdorur më përpara tashmë thjesht janë evidentuar komponimet që ndikojnë drejt për drejt në ato problematika shëndetësore. Hudhra kompania Neranzi në fakt disponon në versione të ndryshme, paketime të tilla, pra në formën e pluhurit, në formate më të mëdha që mund të jetë edhe për restorante, por dhe një produkt shumë i veçantë është hudhra e zezë.
është një produkt shumë i veçantë që kompania Neranzi e ka tashmë për vitesh në raftet e saj, dhe ndryshe nga jo klasike, sepse jemi mësuar që hudhra sado e shëndetshme është, por ka atë aromën pak të pakëndshme. Dhe ky lloj versioni, ky lloj forme, e cila është një formë e fermentuar e kësaj hudhre, largon të gjitha ato aromat e këqija, pra ato grupet me përmbajtje të shufurit, dhe lë një produkt pak të ëmbël kremoz, i cili mban me vete mbar dhe gjithë vlerat ushqyese shumë të larta. Alicina, që është një komponim së bashku me inulinën, të cilat janë vlera shumë të larta tek hudhra, dhe siç përmendëm më përpara, në fakt për të gjitha produktet, këto element, le të themi, ndikojnë në apoptoz në këtë vdekjen qelizore të qelizave tumorale, duke na mundësuar të jetojmë një jetë shumë të shëndetshme. Janë të gjitha kategoritë të ushqimeve të cilat ndikojnë, pra ulin inflamacionin, ulin stresin oksidativ, pengojnë këto radikalet e lira për të shkaktuar dëm në ADN-n ton, sepse aty më pas ndodhin edhe këto modifikimet ku mund të kemi deviacione dhe modifikime të ndryshme për formimin e qelizave tumorale, dhe duke konsumuar ushqime të tilla, ne le të themi vendosim një barrierë ndërmjet zinxhirëve tonë të ADN-s, atyre zgjatimeve fundore që janë edhe më të prekshme ndaj radikaleve të lira, pra vendosim një barrierë, një mburoj ndërmjet ADN-s dhe radikaleve të lira, duke e mbrojtur atë. Patjetër me ushqime cilësore, produkte cilësore, siç dhe marka Neranzi gjithmonë i ofron. Dhe fatmirësisht, kur kemi edhe alternativa shumë të ndryshme, duke na dhënë raportin më të mirë ndërmjet vlerave ushqyese, shijes dhe prakticitetit që ka. Të dyja mund të konsumohen, unë preferoj më tepër të përdor hudhrën e zezë, duke qenë se nuk mban dhe atë aromën karakteristike të hudhrës, por sjell të gjitha benefitet që hudhra i përmban. Kështu që unë doja sugjeroja që të gjithëve ta konsumoni, sepse është realisht një ushqim me vlera shumë të larta ushqyese dhe një mrekulli e cila fuqia e fermentimit e konverton në një thesar shumë të pasur me komponime të cilat ndikojnë drejt për drejt në parandalimin e qelizave tumorale. Graviola është një tjetër produkt i çmuar. Të lutem më hidh dritë mbi këtë produkt magjik. Është vërtet, është një frut i cili nuk njihet shumë, është, le të themi, pjesa e jashtme e tij është pak thumbore, si i riq deti, le të themi, ose si një kaktus, ndërsa tuli i brendshëm i frutit është i butë, pak i ëmbël dhe i astët njëkohësisht. Por duke qenë se është pak sa i vështirë për të marrë si një frut ideal dhe gjatësia e tij nuk është aq e madhe, ekzistojnë mënyra nga më të ndryshme, 101 mënyra të ndryshme për ta konvertuar atë në një formë pluhuri nëpërmjet teknikave siç është dhe liofilizimi, ku dhe kompania Neranzi këtë pluhurin e ka të realizuar nëpërmjet kësaj teknike, dhe liofilizimi praktikisht fillimisht e ngrin tulin e frutit dhe nëpërmjet ndryshimit të presionit thith të gjithë ajrin e ngelur, dhe praktikisht kemi kalimin nga një gjendje ngurtë në një gjendje të pluhurit, sublimim. Dhe nuk humbim as edhe një vlerë ushqyese, pra të gjitha vlerat ushqyese qëndrojnë në formatin e pluhurit. Ndryshe nga që janë teknikat si degradimi me temperaturë, pra trajtimi termik, apo blyera mekanike dhe çdo gjë tjetër e cila shkakton fërkim dhe mund të priqen muret qelizore. Liofilizimi është dhe ngelet gjithmonë teknika më e mirë. Prandaj kompania Neranzi këtë produkt e merr në formën e liofilizuar dhe si një produkt me një origjinë egzotike ka këto komponimet mjaft të mira, të cilat përfshin edhe glikozинolatet tek graviola, duke mundësuar apoptozën dhe këtë vdekjen qelizore të qelizave tumorale. Pra, në fazat e para
në fazat e para formimit të kancerit, por në zhvillimet e qelizave tumorale më të hershme, duke i ndërprer atyre mundësinë për të furnizuar me gjak, për të furnizuar me vlerë ushqyese dhe për të krijuar ciklin e formimit të energjisë që është ATP-ja. Përdorimi është shumë i thjeshtë, mund ta përdorim në smoothie të ndryshëm, mund të konsumojmë mjaft mirë një çaj me këtë super ushqim, le të themi, ose mund ta përfshijmë në brumra të ndryshme, siç janë dhe brumrat e picës ose brumrat e bukës, apo edhe qoftë për të bërë një muffin ose një pancake shumë të thjeshtë për të nisur mëngjesin në mënyrë sa më të mirë. Njëkohësisht nuk marrim vetëm këto komponimet antikancerogjene, por marrim dhe vitamina dhe minerale shumë esenciale. Nëse përmendim mineralet, ne patjetër duhet i marrim ato, sepse është sistemi, do të themi, metabolizmi është kompleks, nuk është thjesht 1+1 bën 2, dhe patjetër kur ne konsumojmë një ushqim, nuk kemi në fokus ose për qëllim vetëm për të targetuar një problem të caktuar, por konsumojmë në mënyrë që gjithë ky sistem në kompleksitet të funksionojë në mënyrën sa më optimale për të ndihmuar veten e tij, në mënyrë që inflamacioni të jetë më i ulët, stresi oksidativ të jetë më i ulët dhe energjia të jetë në nivelet e larta. Dhe mineralet që graviola përmban e mundësojnë këtë gjë, duke qenë se janë pikërisht mineralet ato çfarë na japin ne mundësinë për të përdorur çdo ushqim që konsumojmë si energji, për ta konvertuar ato ose për ta copëtuar në element më të vegjël, ku më pas ato të përthisen nëpërmjet traktit ton digestiv. Prandaj janë shumë të rëndësishëm jo vetëm për ata individ që duan të kujdesen ose kanë fazat e hershme të tumorit, por dhe për cilin do individ tjetër i cili dëshiron të jetojë një jetë të shëndetshme. Dhe dy produktet e fundit mund të përmendim rejshin, kërpudhën rejshi dhe gingerin. Më fol për to, lutem. E drejt, dy të fundit në fakt listës të gjatë, le të themi, të podcastit të sotshëm, kërpudha rejshi dhe gingeri. Janë të dyja shumë produkte të mira për parandalimin e qelizave tumorale në zhvillimet e hershme në fazat e para të formimit të tyre. Kërpudha gjithashtu është një adaptogen shumë i mirë, që do të thotë se përveç ndihmesës e cila ajo ka në këto sëmundjet, le të themi, kancerogjene ose qelizat tumorale, ndihmon shumë dhe sistemin nervor, duke na lejuar që të kemi një balancim mjaft të mirë të hormoneve tona, por dhe funksionim të neurotransmetuesve në mënyrën e dur, duke qenë se ne fal neurotransmetuesve arrim të perceptojmë, le të themi, ndjesira nga më të ndryshme, dhe kur këta neurotransmetues ose këto hapësira sinaptike ndërmjet neuroneve nuk funksionojnë ose nuk komunikojnë në mënyrën e dur, atëherë dhe dita jonë nuk është aty ku duhet, energjia jonë s'është aty ku duhet. Dhe njëkohësisht përfitojmë dhe ato vlerat për qelizat tumorale që ne i përmendëm. Dhe gingeri i fundit, më klasiku, le të themi, duke qenë se ka qenë një produkt dhe është në fakt një nga ato produkte që përdoret shpesh për, le të themi, në thonjza detox, duke qenë se ndihmon shumë sistemin ton imunitar për të fuqizuar organet e përshtatshme që kryejnë procesin e detoksifikimit, dhe duke larguar to toksina, le të themi, jashtë sistemit ton, atëherë ne bëjmë pothuajse pjesë më të madhe të punës për të parandaluar sëmundjet kancerogjene. Dhe komponimi më aktiv që gingeri përmban, dhe kompania e Randi e sjell në formatin pluhur, është gingeroli. Dhe gingeroli është ai elementi ose ajo molekula, le të themi, që drejt për drejt fuqizon ose lejon të gjitha organet tona që kryejnë procesin e detoksifikimit të funksionojnë në mënyrë më të mirë, të jenë më aktive, të jenë më produktive ndryshe, dhe të na pastrojnë trupin tonë në mënyrë sa më organike, dhe patjetër për të na lejuar që
shëndeti jon dhe gjithë jeta jon të jetë sa më larg sëmundjeve kancerogjene, duke eliminuar mundësinë e formimit të tyre që në fazat e para, siç janë qelizat tumorale. Prandaj që të gjitha janë shumë të rëndësishme për të konsumuar. Janë produkte që mjaft lehtë gjenden në kompaninë e Ranzi dhe të gjithë në fakt duhet që t'i konsumojnë ato, qoftë në rutinën e tyre të përditshme, si kombinime të ndryshme ushqimore, por qoftë edhe me vetë dije duke ditur rëndësinë që ato kanë. Si konkluzion, çfarë do i themi ndjekësve tanë mbi rëndësinë e futjes së këtyre ushqimeve në dietën e tyre? Atëherë, përgjigjja e shkurtër është konsumojini, ndërsa një përgjigje më e gjatë do ishte që këto ushqime nuk janë ushqime të cilat janë të vështira për të gjendur, nuk kërkojnë shumë mund dhe kërkim. Në kompaninë e Ranzi ndodhen që të gjitha dhe përfshirja e tyre ditore në kombinime ushqimore ose në regjime të ndryshme është mjaft diverse, është mjaft gjithëpërfshirëse, mund të realizohen receta nga më të ndryshme dhe regjimi gjithashtu nuk bëhet dhe shumë i mërzitshëm, sepse çfarë është më e vështirë në fakt kur realizojmë ose japim këshilla për ushqime nga më të ndryshmet, të cilat ndihmojnë shëndetin në përgjithësi apo problematikat specifike si kjo e sotmja, është problemi i shijes, është problemi i teksturës, por janë mjaft versatile për të kombinuar në 101 mënyra, duke bërë receta dhe duke i integruar ato në një regjim për të na e bërë më të lehtë. Dhe patjetër përveç ushqimeve duhet të kemi kujdes edhe për stilin e jetesës, eliminimin e ushqimeve të procesuara, dhe kur them të procesuara flasim për një produkt i cili mbrapa në listën e ingredientëve në etiket përmban më tepër se sa emrin e vet produktit. Pra, do të thotë që nuk është natyral dhe ka procesime të ndryshme industriale, duke qenë se janë pikërisht këto të cilat kanë edhe konservant më tepër. Hidratohemi mirë me ujë, bëjmë mjaftueshëm aktivitet fizik, dhe gjithashtu mundohemi që të qëndrojmë pozitiv, sepse dhe energjia jonë patjetër ka një impakt goxha të madh në mënyrën se si metabolizmi jonë funksionon. Prandaj zgjedhim produkte cilësore, zgjedhim kompaninë e Ranzi, zgjedhim një silje të shëndetshme dhe bëjmë ndryshime të vogla, bëjmë zgjedhje të vogla për ndryshime të mëdha. Dhe pikërisht këto zgjedhje ushqimore në konsumim të përditshëm janë me vërtet dhe kanë një impakt goxha të madh në terma afatgjat. Prandaj mos të ngurojmë të konsumojmë dhe të zgjedhim jetën e shëndetshme. Faleminderit Alkend, faleminderit që bëre pjesë e kësaj teme kaq të rëndësishme dhe që ndave këto informacione me ne. Është shumë kënaqësi gjithmonë dhe më tepër kënaqësi për të informuar gjithë publikun për kompaninë e Ranzit dhe ushqimet fantastike dhe cilësore që ajo ka, sepse patjetër duhet gjithmonë të fokusohemi tek cilësia gjithmonë. Faleminderit. Podcasti i erdhi fundi. Faleminderit që qëndruat me ne. Bashkë jemi në podcastet e radhës. Faleminderit.